To pretendojnë që unë kam cënuar privatësinë dhe jetën private të këtyre. Pse ke cënuar privatësinë sipas tyre? Sipas tyre, publikimi i rrogave është informacion sekret, që nuk duhet të dalin në publik. Ti çka ke për të thënë? Unë kam 3 lajme këtu. Lajmi i parë është ky lajm i publikimit të rrogave të gazetarëve që në 2021. Kjo është e gazetës Tema, po, vazhdo ndërkohë. Shifrat publikohen nga rrogat e gazetarëve në Shqipëri, ja kush janë më të paguarit. Është një artikull që kam përshtypjen është datës 2021. Po. 22 dhjetor 2021 ora 6:08 minuta. Po? Lajmi i dytë është publikimi Gazeta Sot. Po. Publikimi i rrogave të Ramës, Metës edhe gjithë drejtuesve të institucioneve të drejtësisë. Okej. Edhe kjo është e datës 22 dhjetor 2021. Po. Të dyja në Gazeta Sot. Po. Ti ke printuar ndërkohë. Po. Java News. Ky është një lajm që shumë pak e din. Ky lajm ka të bëjë me përpunimin e të dhënave që i është bërë të gjithë njerëzve që punojnë në shtet edhe në privat. Dhe në këtë lajm thuhet që është një punonjëse e Ministrisë Financave që është marrë me përpunimin e të dhënave dhe quhet Mimoza Seraj. Po? Dhe kjo punonjëse ka punuar në Ministrinë e Financave, që është marrë me përpunimin e dhënave të gjithë rrogave të gjithë shqiptarëve, rreth 600.000 shqiptarëve. Dhe në këtë del një material nga Exceli, nga databaza Exceli që është e publikuar në 2021. Ky material nxjerr faktin që është kjo punonjëse e Ministrisë Financave. Që i ka publikuar. Po, që i ka përpunuar të dhënat. Dakor, tani çfarë janë këto? Pse i ke sjell këto 3 lajme për i publik që nuk e kupton çfarë do të thosh? Kjo është për të rrëzuar pretendimin e parë që unë e kam poseduar këtë databazë dhe kam publikuar unë i pari. Qartë. Pra këto janë informacionet prej ardhura në të rast. Po.